Në mesnat pas përfundimit të votimit të ligjit të ri për barazinë gjinore, deputetët e të gjithë forcave politike u përballën njarëselisë së kuvendit me këtë skenë. Kjo është e vazhdimi i protestës së nisur që para dite të një grupi qytetarësh që nuk janë dakord me ligjin e ri të barazisë gjinore. Nuk e di se çka ka qenë këta burra, nderuar këto gratë nderuar të policisë shtetit. As ta nuk e din. Po ju jeni tradhtarët më të mëdhej. Jeni shit fëmijët tuaj. Tur t'ju vi. Tur t'ju vi për ty katile. E shitë Shqipëri. Le bursën. Ata që shitë Shqipëri. Tradhtarët më të mëdhej. Ata që patrojnë për ligjin kanë tradhtuar familjen shqiptare. Fëmijët, të burrat të gra, të nderuar të shtetit nuk e din çka ka gjetur. Ka tradhtuar familjen shqiptare për dy kacile. E shitë Shqipërinë Sorosit. Tur t'ju vi. Deputetët që kanë tradhtuar ligjin tur t'ju vi. Para Shqipërisë, para popullit, para Zotit. Zoti ditë protest, korpi shqiptar, duhet ngremi të gjithë, të brojnë familjet, turpa të burra, që s'kan dignitet, s'kan identitet, turp t'ju vi, a ka fëmijë në shtëpi, a ka familje, turp t'i vi atyre burrave, atyre grave, që miratuan sot me pak të ushqim më të bëllë të ligj, miratuan sot shkatrimin e familje shqiptare, nuk e di këta burra e këta gra, policisë shtetit, çfarë ka gjetur, e nesër me vjen shpejt, duhet të reagojmë me të grihemi. Duhem referendum! 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 Referendumi, pika parë, ka abrogohet, ka anullohet ky ligj. Pika 2, shpërndahet ky parlament i jashtë ligjëm. Duhem referendum! Duhem referendum! Duhem referendum! Duhem referendum! Duhem referendum! Duhem referendum! Tani, ne nuk po shpesh shumë për zemërsisht për protestën tuaj gjatë gjithë ditës, por një nga çështjet më themelore të njeriu, të familjes dhe të shoqërisë shqiptare. Ky akt i sotëm i parlamentit është një akt që mund të krahasohet me kushtetutën e 76, kur Shqipëria u shpall shteti vetëm ateist në botë, ose me aktet e hiperkolektivizimit të plot të pronës, po prap ato familjen nuk e shpërbën.
kurse në fakt ky është akti i shpërbërjes familjes, është akti në cilin fëmijët i merren familjes dhe i jipen edukimit shtetëror sipas moralit të shumë gjinive tjerë. Unë ja u thash dhe këtu që tani fjalën do a kenë qytetarë. Edhe ne nuk do të pajtohemi kur gjersa në Shqipëri, siç është në 21 vende antare të Bashkimit Evropian. Janë 21 vende antare të Bashkimit Evropian që kanë refuzuar dhe nuk kanë këtë ligj. Kanë sistemin që kemi ne sot. 21 vende. 6 vende Shqipëria bëhet sot. 5 vende Shqipëria bëhet e 6-ta e kanë këtë ligj. Ne do rrinim me shumicën e tyre. Ndaj dhe por Edi Rama i bën të gjitha këto për të mbijetuar, ne do bëjmë gjithçka që ai të ketë ditë shkurtura, ju e thap. Parlamenti është parlament jo legjitim, i dalur mbi rrëmbim në votë, krimin dhe faktorë të tjerë. Ka disa ditë që ne po projektojmë do marrim protesta dhe ato protesta do kenë vetëm një vend para kryeministrisë. Para kryeministrisë, tani ajo është dali qartë, me tunele llogaras, ajo Belina është masha e tij, ka filmuar sepse ka thënë o bëj këto të gjitha këto duhet t'i marrim me vendosmëri. Doktor, ju boni agendën tuaj, ne do bëjmë agendën tonë. Ju vazhdoni në betejën ku jeni për çastin, ne do si popull do bëjmë pjesën tonë. Ju falenderojmë nëse vini në krahun tonë. Ju falenderojmë. Po ne nuk do dorëzohena për familjen shqiptare, sepse kjo është një betejë jo thjesht për një person ose dy. Jo, është për ta. Është për Shqipërinë, është për kombin, është për të ardhmen. Nuk ka të ardhme me këtë lloj ligji që u aprovu sot në Parlament. Nuk ka të ardhme siç do Perëndia edhe siç e kanë projektu ose siç kanë ndërruar të parat gjithë rilindasit e me radhë, jo vetëm rilindasit, po kretë që nga krijimi e arbërisë. Ne sidoqoftë ju falenderojmë se ju të paktën po na kushtoni pak çaste, edhe sidoqoftë ju nxisim që ju të vazhdoni luftën tuaj aty ku jeni për të luftuar, ne do vazhdojmë në istikamin tonë. Zoti është me ne nuk kena humb sot. Ata që votuan këtë projekt ligj kanë humb. Ata kanë votuar kundër fëmijëve të vet, kanë votuar kundër të ardhmes Shqipërisë, edhe kundër familjeve të tyre, spari. Ju falenderojmë. Atëherë Zoti ju beqë betejë më parë. Absolutisht. Faleminderit.